Thyen masën e sigurisë arrest në shtëpi dhe shkuan nga Tirana në Vlorë për të kryer vjedhje, kapen në flagrancë nga policia teksa tentonin të hapnin derën e një banese. Vihen në pranga dy shtetasit, të dy me precedent të theksuar penal për vjedhje, të cilat ishin me masën e sigurisë arrest në shtëpi të caktuar për të njëjtën vepër penale. Sekuestruan pajisje të posaçme për hapjen e bravave dhe kasafortave. Shërbimet e komisariatit të policisë Vlorë, bazuar në informacionet e siguruara në rrugë operative për dy shtetas që dyshohej se kryenin vjedhje në banesa, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar Again. Si rezultat i operacionit u arrestuan në flagrancë shtetasit AG 48 vjeç dhe AH 46 vjeç, të dy banues në Tiranë. Këta shtetas u kapën në flagrancë nga shërbimet e policisë në momentin që me pajisje të posaçme po tentonin të hapnin derën e një banese në lagjen Bashkimi me qëllim vjedhje. Nga verifikimet rezultoi se të dy kishin thyer masën e sigurisë arrest në shtëpi të caktuar për veprën penale vjedhja dhe ishin vendosur nga Tirana në Vlorë për të vjuar veprimtarinë e tyre kriminale. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan pajisje të ndryshme për hapjen e bravave dhe kasafortave, automjetit i Mercedes-Benz që përdoren nga autorë si dhe dy celular. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë për vepra penale vjedhja mbetur në tentativë dhe largimi të burgosurit nga vendi i qëndrimit.